Besimtarët e krishterë kudo në botë festuan këtë të martë ditën e ujit të bekuar, që njihet si dita e bekimit të Zotit. 6 janari simbolizon një moment të rëndësishëm, siç është dita e ujit të bekuar, ku besimtarët ortodoks mblidhen për të festuar dhe sipas traditës, të rinj garojnë për të kapur kryqin, që hidhet në det apo lum nga një prift. Ceremonia e hedhjes së kryqit është shenjtë në lum apo det, ka zanafillën që e lidh me pagëzimin e Jezusit nga Gjon Pagëzori në lumin Jordan. Kremtimi 6 janarit në Vlorë, festa fetare simbolizuar me hedhjen e kryqit në det, u drejtua nga atë Konstantin Prifti, i cili bekoi ujin dhe besimtarët e pranishëm. Dita e ujit të bekuar ose Epifania e Zotit tonë Jezu Krisht. Dita e ujit të bekuar, ne kujtojmë pagëzimin e Krishtit në lumin Jordan prej Shën Johan Pagëzorit. Në këtë ditë Krishti nuk kishte nevojë të pagëzojë, sepse ishte pa mëkatshëm, por u pagëzua për mëkatat tona. Dhe nga kjo ditë Krishti filloi misionin e tij, jo më si një zdruktar i thjesht, por si një njeri që ishte perëndi dhe njeri. Dhe misioni i tij, mësimet e tij, doktrina e tij ishin shumë të vlefshme për njerëzit që kishin kaq shumë nevojë. Dhe kjo ditë quhet dita e dritave, sepse mësimi i tij, që jepte ai, ndriçonin njerëzit, ndriçuan botën për të ndryshuar jetën e tyre, për t'u penduar dhe për t'u kthyer në rrugën e Zotit. Krishti më përpara, Krishtlindjet dhe dita e ujit bekuar kremtoheshin nga të krishterët në një ditë të përbashkët, por më vonë kisha e ndavë, sepse Krishti me lindjen e tij filloi një jetë e re, filloi një erë e re, dhe themi para erës së re, pas erës së re. Pra bota filloi të regjistrohet me datën 1, viti filloi me vitin numër 1. Kjo tregon që Krishti ndryshoi botën, mësimet e tij, doktrina e tij bën që njerëzit të ndryshojnë. Ai solli paqen, solli dashurinë, solli bekoi familjen, gruan i dha të drejtat barabarta me burrin, dhe gjitha këto njerëzit kishin shumë nevojë. Prandaj edhe ata pagëzoheshin sepse nuk po gjenin rrugën e shpëtimit. Dhe me pagëzimin njerëzit bashkohen me Krishtin, duke bashkuar me Krishtin zbatojnë mësimet e tij. Në një pjesë të Ungjillit Zoti u tha apostujve: shkoni dhe predikoni. Dhe ata që të besojnë, të pagëzohen dhe të zbatojnë porositë e mia, dhe unë do të jem gjithë ditët e jetës me ta. Pra ne me pagëzimin sot, me pagëzimin e Krishtit kujtojmë pagëzimin ton, që u bër antar të bashkësisë së krishterë, duke u bërë antar të kishës dhe të zbatojmë mësimet e tij. Edhe uroj të gjithëve besimtarëve gëzuar ditën e ujit bekuar, dhe sot kemi bekimin e natyrës, bekimin e ujrave. Dhe Zoti të na bekojë të gjithëve, familjet tona, shtëpitë tona, kudo. Kryqi i bekuar këtë vit u mor nga i riu Mario Nesturi, që ishte i vetmi që sfidoi edhe kushtet e vështira atmosferike dhe detin e trazuar për të kapur kryqin. Në mesazhin e tij Nesturi thekson se njerëzit kanë më shumë nevojë për dashuri dhe për familje sa më të shëndosha. Unë jam Mario Nesturi nga qyteti i Vlorës. Gëzuar festën e Theofanis apo Epifanis gjithë besimtarëve të krishterë. Ishin pak kushtet atmosferike të vështira, koha e keqe, por me besim edhe me këmbgulje ja dolëm. Era e parë? Era e parë, po. Çështje besimi, çështje tradite, çështje vlerash. Po jetojmë në pak ditë të vështira, në pak ditë të errta, ku ka humbur besimi, ka humbur morali, traditat, familja është duke u sulmuar, dhe të gjitha këto i bëjnë njerëzit, domethënë, të jenë më afër me besimin, të jenë më afër me vlerat konservatore, me familjen. Kështu që të gjitha këto më dhanë forcën dhe guximin që sot merrja pjesë në këtë. 6 janari përkon me mbrëmjen kur 3 dietarët panë qiellin e Betlehemit në Jeruzalem, yllin i cili paralajmëronte lindjen e birit të Zotit Jezu Krishtit. Në lidhje me këtë fest ka lindur shumë kohë më parë në disa vise të Italisë edhe legjenda e Befanës, që atëherë kjo fest është bërë e rëndësishme dhe shumë pritur nga të gjithë. Kjo ditë rifilloi të kremtojë në Shqipëri vetëm pas viteve 90. Për shumë vite gjatë sistemit komunist, ajo konsiderohej një festë e ndaluar.